Shumë knatësi me të prit. Si çdo herë tjetër. Knatësi me qenë. Faleminderit që gjete kohë. Hajde, rehatohemi. Është vendi për ju, te Eduarda. Faleminderit. Faleminderit që je këtu Jeta. Knatësi me të prit. Më lejo të të uroj, se u thash edhe shikuesve, do ta uroj për besimin e dhënë në zgjedhjet e nënshkurtit. Një besim ky që konsideroj duhet të ketë gëzu, po edhe ta ketë shtuar dozën e përgjegjësisë, ashtu siç llogaritet besimi i qytetarëve, besoj. Absolutisht, është një lloj reflektimi, padyshim edhe i gjykimit tënd ka shi punës, mirë po një vlerësim ka qytetarët, sidomos pas një mandati 4 vjeçar, që mandati i parë është një lloj besimi dhënë, kurse mandati i dytë është një lloj vlerësimi dhënë pastaj nga qytetarët, sepse më shumë mund të reflektojnë mbi punën tënde, angazhimin tënd, nismat e tua, iniciativat e tua, diskutimet e tua, kështu që është një varg çështje, një proces i gjatë i rrethanave të ndryshme, të cilat pastaj e kompleton situatën në tërësi. Mirë po, padyshim edhe fushata, duke mundu me qenë edhe kreative dhe sa më prezente, mirë po dhe afër qytetarëve, për të kuptuar më shumë edhe nga ana e perspektivës tyre që me pas mundësim pasaj me i përkthy në politika që i përshtaten edhe atyre, mirë po edhe çështjes në përgjithësi. Pra konsideron që edhe fushata e ka bërë të vetën edhe ka ndikuar në bindjen e qytetarëve. Kush ju gëzua më shumë te këtij rezultati? Po, unë shpesh them që i gjithë, le themi, suksesi ose rezultati jonë ka një proces të gjatë mbrapa vetës, pra të një pune dhe dedikimi të gjatë bëm ndër vite në ndërtimin dhe në formimin të në qoftë personal, mirë për gjithashtu edhe profesional. Pra në kujtoj vetën duke qenë vazhdimisht e dedikum në qoftë në shkollë fillore, në qoftë të mesme, kemi bisedu herën e fundit, pra që nga shkolla e mesme pa ta filluar rrugtimin, për të marrë bursat e para në Amerikë që nuk janë edhe domosdoshmërisht proceset leta, e shkëputja, gjitha këto që vinë me to, pastaj studimet, magjistratura në Londër, një rrugtim i gjatë, e i gjerë i punës edhe i angazhimit, mirë po që ka mendoj unë që e bën diferencën në mes të gjithë atyre të cilët ka një lloj, le të themi, përgatitje të tillë profesionale dhe personale është edhe guximi për ta bërë atë hap. Pra kur hyn në ato sfida, nga njëherë është taj instikti i parë, që është instikti me të mbrojt, edhe shpesh herë din edhe me qenë refuzus ndaj ndryshimeve, pra ndryshime në raport me status quo nëse komoditetin që e kiti, mirë po duhet me pas guxim për me vepru, e pastaj të me thonë edhe me vazhdu tutje, kështu që më mendoj që në këto momente e ka bërë guximi diferencën, sepse mund të ketë edhe më të përgatitur edhe më eloquent edhe më të shkathtë dhe më të aftë, mirë po është elementi i guximit që besoj që bën diferencën ndaj të tjerëve. E kështu që jam gëzu për rezultatin edhe personalisht, pra ka qenë një lloj validimi edhe ndaj vetvetes që kam bërë diçka të drejtë të mbarë, mirë po edhe familja, padyshim edhe gjithë grupa me cilën unë bashkëpunoj shumë ngushtë dhe jam shumë falenderuese. Dhe sigurisht mua personalisht më bëhet qefi që qytetarët vit pas viti dhe çdo herë më tepër në secilën legjislaturë i japin besimin e tyre grave. Kjo po që është e rëndësishme dhe secilit prej nesh duhet të na bëj me undi shumë mirë, mua si grua personalisht, duke parë që një grua tjetër po i besohet një rol si ai deputetës në këtë rast. A kanë arrit gratë, a kemi arrit ne si shoqëri që ta kemi këtë dashamirësi edhe për gruan? Është interesante në shoqërinë tonë që reflekton kjo dhe besoj që ka dhe një shpjegim logjik edhe historik në vetën e saj, të cilën unë kur e krahasoj le të themi edhe me shoqënitë në rajon e shoh që te ne gëzon një respekt dukshëm më të madh, mirë po edhe një lloj besimi në raport me kompetencën e saj. E kjo unë besoj që ndërlidhet me disa momentume tona historike, ku për shkak të rrethonave politike të kaluara, mirë po edhe ekonomike, në shtëpitë në familjet e shumë tona, pra pjesa e djemve dhe burrave është dashur me ikë mërgim. E kanë qenë nënat edhe vajzat të cilat pak a shumë kanë qenë kryefamiljare, e kanë udhëheqat familje. Dhe kjo ka zhvilluar edhe kompetencën e tyre në raport me leadershipin dhe udhëheqjen e familjes edhe udhëheqjen e shoqënisë, mirë po gjithashtu edhe në këndvështrimin e shoqënisë, në syrin e shoqërisë, pra e ka marrë vendin e saj të merituar dhe respektin e saj të merituar. Dhe besoj pra kjo periudhë dhe pas rikthimit të burrave, le të themi nga gurbeti në atë kohë, pra sepse kanë qenë kryesisht rrethana të imponuara që i kanë shtyr ata dalin jashtë vendi, pra ka vazhduar ai lloj kryesimi në raport me familjen edhe raport me rrethana tjera shoqënore. E kjo mendoj që ka vazhduar për këtë arsye, pra ne kemi pasur dhe kemi
gratës që janë prezente në institucionet tona, kuadrë të grupit tonë parlamentar, ne kalojmë dhe kuotën, dhe me thonë natyrshëm, pa pas nevoj që të imponohet kuota, mirë po përmes votës qytetare, pra kemi vajza dhe gratë cilet të natyrshëm, pra kalojnë 30%, mirë po gjithashtu dhe me prezencën e tyre në qeverim, prezencën e tyre në institucionet të rëshme, si kurse në president, që kemi dytën presidente, edhe pse jemi ende një shtet i ri, kështu që ka qenë një gjë të cilën unë e has që jemi dukshëm më mirë, ndoshta se shtetit në rajon, mirë po gjithashtu edhe që gëzojmë një besim qytetarët, një vlerësim qytetar që është ende në rritje si, për shu që kjo padyshim që na bën gjithve të ndihemi mirë për këtë. Në hapa të mirë në këtë aspekt, tani pse duhet të pranojmë që shpesh herë, sidomos kur flasim për gratë në politik, qofshin ato në kuvend apo në institucionet e tjera, kanë ditur të gjejnë vend tek shoqëria jonë për të komentuar edhe për atë që nuk janë të thirrura aty. Pra, për të komentuar mbi pamjen, mbi veshjen, mbi stilin, për të bërë kuize, ndoshta edhe në portale, kush mendoni se vishet më bukur që deri diku edhe mund të tingëlloj si një koment seksist ndaj grave. E konsideron ti që pra deri ku mendon jeta që duhet jetë kuvendi për duke përfshirë se aty ka një rregullore, ka një kod të veshjes që duhet respektuar aty dhe në çdo institucion tjetër publik. Si e mendon? Tjetër. Po, duhet thënë edhe fakti tjetër që nuk është edhe domosdoshmërisht edhe e lehtë të qenurit grua në politikë, sepse shpesh herë konsiderohesh tërget më i lehtë i sulmit. Në qoftë se shikojmë mandatin e kaluar dhe në qoftë se shikojmë cilat nga figurat politike kanë qenë ndër më të atakuarat dhe më të sulmuarat, pra mund me thënë që në aspektin numerik, pra mas shumë të kemi pasur gra. Duke fillu nga shefja e grupit tonë parlamentare, një varg ministre, e pastaj le themi personalitetet të ndryshme politike, e nesi deputete, pra është një shpeshher llogaritë të qenurit një lloj targeti më i lehtë, karshi edhe ndaj atyre që e bëjnë sulmin, kështu që kjo nuk është që shpeshher s'din të jetë hendek për disa, kur e shohin sfidat me të cilat ti përballesh. Në mandatin e parë ose në 4 vjeçarin e parë, ta afekton sepse ajo që ka ndodhur tek te shkakton edhe një lloj reakcioni të brendshëm. Për arsye që kjo t'i nxit disa dyshime në raport me punën që je duke bo, në raport me vlerësimin karshi vetës, në qoftë se je duke gjykuar drejt. Padyshim edhe unë mendoj që secili ka, sepse sulmin që ja bën dikojna, sidomos në qoftë se është në mandatin e tij të parë ose në fillet e tij të politikës, sepse unë mora mandatin në moshën 26 vjeçare, e shkakton një efekt edhe një impakt tek vetja ose tek ai person. Kështu që unë sinqerisht do ju bëja thirrje gjithmonë, sidomos vajzave të reja të cilat hyjnë në politikë, të ketë një lloj konsiderate raport me kat impakte që ne e dërgojmë tek to, mirë po edhe tek sinjali që dërgojmë tek shumë vajza të reja të cilat dëshirojnë të kyçen politikë dhe kur e shohin atë përballje dhe atë sfidë, mundet shpesh me qenë demotivuese, kështu që ne nuk guxojmë me lënë kësaj. Përkundrazi, ne duhet me zhvillu një kulturë inkurajuese. As nuk duhet bërtirje që gratë mos ta minbajnë vetën e mos të veshin toka e tregojnë flokët vetëm sepse po komentohen, sepse ata janë gabim. Sulmet janë nga më të ndryshme, por shpesh herë domethënë për thyrat vetbesimin dhe fuqinë e një gruaja përtesur përpara, mirë po ajo që ka bën mua edhe që me kalimin e kohës fillon ta trajtosh me një lloj naturaliteti që thjesht është kritike dikojna sepse ndoshta dikush e ka edhe punë për ta bërë atë kritik. Mirë po ti beson në qëllimet dhe veprimet dhe në hapat që i merr ti, mirë po në çdo gur që gjuhet te ti, merre atë gur edhe shtroje një rrugë përpara. Dhe pavarësisht sfidave që i ki para vetës, mundohu që t'ja bësh pak më të lehtë asaj që vjen. Te rrugtimi im, padyshim që ka pasur shumë modele para vetës, pra unë fillimisht kam qenë edhe këshilltare presidentës Osmani, që gjithashtu dhe ka pasur edhe një rrugtim të saj shumë të guximshëm, mirë po dhe sfidues politik, dhe kjo guximi i saj, qëndrueshmëria e saj kanë qenë shembull edhe motiv edhe për gjeneratat në ardhje, mirë po atë tentoj ta bëj edhe unë pastaj edhe për gjeneratat tjera të cilat na vijnë. Ka një këshill që kujton ta ketë dhënë presidentja nga ana njerëzore, pra si gruaja gruas në këtë profesion? Mas shumë ti, le themi ndoshta sjellja e saj, karshi vajzave të reja dhe grave të reja që dëshirojnë të kyçen në politikë, në sensin e asaj gatishmërie dhe gëzimi për të parë gra të suksesshme.
Pra ka qenë një lloj elementi solidaritetit dhe i vullnetit dhe i përkrahjes për kyçet e sa më shumë vajzave në politik dhe duke ju gëzu atyre suksesit. Pra në një komponent jo vetëm në aspektin e karrierës individual të asaj vajzave, mirë po gjithashtu të impaktit shoqëror. Kështu që kjo padyshim tregon edhe për shembullin se si sillen gratë se janë të përmbushura edhe me vetveten, edhe se si atë përmbushje të veten pastaj e rrisin tutje duke kriju gjenerata të reja të lidereve të reja të cilat nesër mas nesër mund të jepin një kontribut shoqëror. Kurse në raport me atës që the, padyshim që kuvendi i ka disa parametra, disa rregullore se ku janë limitet e saj, mirë po unë nuk besoj që për shkak të sulmeve dhe gjykimeve çdo njeri duhet të ikë nga individualiteti i tij. Unë besoj në bukurinë që e sjell toleranca dhe duke ruajtur dhe individualitetin e secillit, mirë po pastaj duke e përshtatur atë edhe me pjesën e kompetencës, kontributit, argumenteve dhe performancës. Pra nuk bën mbaqen edhe njëna me tjetrën. Pra shkojnë bashkë. Dhe një të fundit për kuvendin, se më pas du dalë edhe te temat e tjera. Cili është momenti më i vështirë gjatë këtij 4 vjeçari që lam? Ka pasur shumë momente të bukura. Pra, mundem me thënë në tërësi ka qenë një rrugtim i bukur, kemi pasur, sidomos tash që kemi të diskutu për çështjen e gruas, shumë aspekte pozitive të cilat kemi prekur mbi to. Pra, kujtoj ndërmarrjet, bordet e ndërmarrjeve publike, pra kemi gjetur diku me 10% përfaqësim të grave në ato institucione, kemi rritur në 45%, kemi rritur në tërësi performant përqindjen e pjesëmarrjes së grave në institucione dhe në administratë, mirë po dhe në pozitat e leadershipit, pra mbi 40%. Kemi pasur një kabinet qeveritar që, le të themi, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Arsimit, Ekonomisë, e Tregtisë, Industrisë, kanë qenë të udhëhequra nga gratë e shumë të tjera me radhë. Kështu që shumë aspekte të cilat besoj që kanë fuqizuar rolin e gruas në shtet, në institucione, mirë po dhe në shoqërinë tonë, mirë po dhe shumë aspekte të tjera. E kujtoj një prej elementeve shumë pozitive ka qenë kur kemi ndarë këto bursat STEM, dikon për 4600 vajza të reja, që qëllimi ka qenë që jo vetëm që t'i përgatisim ato dhe ta bëjmë më të lehtë çështjen e shkollimit të tyre në profesione sikurse shkenca, teknologjia, inxhinieria, matematika, dhe t'i përgatisim ato për tregun e punës, mirë po gjithashtu të jenë në tregun e punës me paga të mira. Sepse janë profesione të cilat edhe paguajnë mirë. Që jo vetëm këto. Po i vështiri? I vështiri, mundem me thënë ashta këto, le të themi, sulmet e fillimit, sepse të vynë në një lloj përgatitje emocionale, nuk je kur gati. Nëse dikush mendon që është ndonjëherë gati. Çfarë ka prek më shumë ti, ma thuaj? Nuk mund të me thonë një rast specifik, ndoshta kanë qenë këto të voglat në tërsinë e saj, të cilat po them që shkaktojnë edhe një lloj reagimi të brendshëm emocional, po secila nga ato të cilat zgjedhin këtë rrugtim, besoj që duhet të jenë në vetdijen e tyre të përgatitur për instanca të tilla. Mirë po edhe të qenurit ideja që do të hyj kur t'jem gati, nuk është asnjëherë. Të me thonë, gjithmonë ka disa predispozita dhe shpesh një kaloj ma shumë kohë të mendu se qysh mundet me shku gabimisht ose mrapsht. Kështu që shpesh nga i herë vetë thjesht du të me besu edhe me pas gëzimin. Atë rrezikun që e përmende. Marrë me rrezikun, po pikërisht edhe aty është bukuria, pastaj me do vërtet ndihesh që ke përmbush diçka. A je rritur e përgdhelur në familje, duke qenë se je motra e vetme, pra çik hasreti që themi ne, nga 2 vëllezër, një familje që e ka pasur gjithmonë jetën atë vajzën që nuk vështirë me aprish shefin, nuk i themi jo për asgjë. Shumë e vërtet, pra unë përveç që motra e vetme edhe më e vogla e familjes, edhe me një diferencë pra 11 vjeçare me vllazërit, me thonë ishin 2 vllazërit, një pauzë 11 vjetë e pastaj unë, kështu që në kuptojnë që shumë vëmendje të nkohën, kështu që sot dhe asaj ditë po më duket ashtu e kërkoj edhe ende vëmendjen, mirë po kjo ka të bëjë ndoshta edhe me formën cilën jam rritë dhe si ka efektu pasaj edhe pjesën e personalitetit, po kom pas shumë vëmendjen edhe të prindve, edhe të vëllezërve, edhe mbështetjen e tyre. Mirë po gjithashtu edhe përgdheljen e tyre, sidomos nga ana e mamit, mami ka shkuar shumë në një lloj sistemi, mendoj edhe të vetë sakrificës për çështjen e sukseseve tona. Pele për fund vet kisha me shkruar një letër, edhe letrën vendosa t'ja dërgoj nanës, pikërisht për shumë ëndra të saj të thyera, të cilat u thyen padrejtësisht, shka edhe rrethanat e kohës, është edhe sistemi patriarkal në shumë prej familjeve tona, po premtimi jam ishte që ëndrat e saj ne do t'i realizojmë së bashku.
Kështu që sa do pak besoj që ta kem bërë krenare dhe ti kam përmbush disa dhe prej antrave të saj edhe të mijat. A e ki pasur ndonjëherë ndoshta në adoleshencë atë nevojën ose edhe krejt si e vogël ato pyetjet pse unë se kam një motor si shumë prej shoqeve të mia, sepse vajza din ta kenë këtë në një fazë të ndoshta gjithë jetën mund ta ndjejnë atë nevojën sikur afërsia që është mes dy motrave, po kjo s'do të thotë që nuk e zaventon vllau ose si, po aja ke bërë prindërve ose vetes këtë diskutim. Nana ka qenë kështu shumë support system, një lloj mbështetje madhe edhe nuk ma kalon shumë atë hendek me u zhvillu, po të them drejtën ndonjëherë edhe pa e pas edhe nuk po e dishe. Mu shpesher shumë ma përmend më dhanë për relacioni, po ndojherë nuk dhja si me vlerësu në qofë se kam atë mungesë ose jo, pra duke mos e pas, duke i di se qka jem të humbë, ose si do të kishte qenë rrethana ndryshe. Qenurit e vetëm i ka pas avantajet e veta, pra sepse gjithë sytë kanë qenë të konë, gjithë duratat kanë qenë të konë, kështu që e ka pas edhe ato anën pozitive të vetën, po kam një relacion shumë të mirë edhe me një grup të shoqeve, pa dyshim edhe me një anën veçanticën, ne kom kështu shoqe për shkollës fillore tutje, kështu që besoj që ajo e ka kompenzu le themi një pjesë të asaj mungesës dhe kemi një relacion që ndoshta po ta kisha gjakut edhe motrës, nuk besoj se ku qka do të kishte pra qenë më ndryshe. Unë s'kam vlla, kështu që asë unë nuk e di këtë ndjenjen, por të kesh motër që e kam unë, po të dhe më shumë mirë, edhe ti po më thua që shumë mirë për vlezrit, po të mirë kuptoj plotësisht. Po, për shpeshherë se ma bëjnë këtë pyetja, e kësha pas që përbes nuk disi me vlerësu, pa dyshim që do të kishte qenë një lloj mbështetje, një lloj relacione e shumë me moshën, pra me kalimin e kohës, se sa ma shumë shfaqet nevoja, po ta kisha pas, po shpesh e ndoshta edhe pa e ditë se qka po më mungën, ose se qka jam në humbje, le themi, nuk di edhe si ta gjykoj. Jeta duket që këtë guximin edhe nevojën për ta ndjej adrenalinën e rrezikut e ka pas qysh e vogël, pra ti në moshën krejt të hershme, 16 vjeçare, ke marrë këtë guximin edhe rrezikun që të jesh ajo e pavarura, që punon për vete, për shkollimin e saj, edhe jeton edhe larg vendit, larg familjes, dhe kur them larg, kur flas për Amerikën, konsideroj goxha largë. Absolut. Si kanë qenë kjo eksperiencë? E di që është shumë e gjatë, po ta marrë kështu si pyetje kaq të përgjithshme, po ndoshta të më tregosh punën e parë që ke bërë për të nisur jetesën atje, edhe ndonjë moment dobësie për shkak të mërzisë dhe rrethanave. Duke u rritë në një ambient ku shumica ishin të rritur, thjesht besoj që pak e kam përjetu fëmirinë, ose pak kem sjellë si fëmijë. Me njerë këm hyna të shablonin e një personit të rritur, i cili është kërkues, është shumë i disciplinum, përgjegjshëm, i vetëdijshëm për sjelljet e veta, mirëpo gjithashtu dhe ambicios, sepse tash jemi shumë më të rritur, të cilët jo domosdoshmërisht e kanë, le të themi, tolerancën ose mirëkuptimin ndaj domosdoshmërisht disa gjëra të cilat janë fëminore, e them drejtën më mungon që kjo pjesë. Ndoshta kisha pas shef pak me jetu të gjanat moshës më shumë. Po ambienti dhe rrethanat, le të themi, edhe politika atër të cilat impononin shumë gjëra, besoj që shumë pak na e kanë lënë me përjetu fëminin, po edhe le themi ambienti në shtëpi me shumë të rritur, pra të kërkonte një sjellje pak më të maturuar, kështu që herët pra ka filluar ajo kërkesa ime ndaj vetvetes, sepse gjithmonë e kam me veten time. Pra ke punu me një herë sa po të shku atje? Jo punën, jo, mirë po ka qenë pra për studime, faktikisht për vitin e fundit të shkollës mesme, ku dash që mora një bursë pra dhe vendosa që të shkoj, isha shumë kërkuese që kjo të ndodhte. Përderisa isha faktikisht këtu në Sami Frashër matematikur, atëherë në një idenë që do të vazhdoj karrierën time si inxhiniere. Këto ishin planet e mia fillestare, sepse një pilandë në cilat unë isha pak më e shkallët, pra ishte matematika, kështu që e shisha vetën në fushën e inxhinierisë. Marrja një burse për të shku në vitin e fundit shkollës mesme në Amerikë, pra ishte një pikë thesave, cilat ndryshoi shumë gjëra në raport edhe me rrugtimin tem. Hapi horizontin, po gjithashtu më boni me kuptu edhe sa shumë edu Kosovën, gjithashtu dhe familjen edhe më boni me kuptu shumë në raport me afërsinë që kemi me njëri tjetrin, këtë aspektin human dhe social, po, se shumë të rinj, është shumë probleme. Në atë moshë, në atë periudhë, do ta kishin edhe vazhdojnë ta kenë atë ëndrrën amerikane që të shkojnë atje ta prekin edhe me mundësinë e parë për të zhvendosur e për ta jetuar jetën. Për dalim prej jetës. Që kom pas rast me pa dhe me përjetu në moshë të hershme, edhe më ka bu me kuptu,
se çka është faktikisht pasuria jote më e madhe në jetë, e që janë padyshim raportet ndërnjerëzore, pavarësisht ndoshta shumë aspekte tjera të cilat mund të jesh i suksesshëm, nëse s'ke as me kënd mendoa sukses është shumë i zbrazët. Nuk të përmbush në fund të ditës, më pëlqen këtë pikërisht pra që kjo raportit të cilat e kemi afërsia me njëri tjetrin, familja, edhe kjo më kam bajt, pavarësisht ku kam qenë ose ku kam shku, janë sisteme shumë të sofistikume, me i cilave ki shumë e mësu, në aspektin e sjelljes, e shoqënisë, e maturisë, e profesionalizmit, aspektit akademik sidomos. Besoj që ka shumë për të dhënë dhe shumë për të mësu këto nga shtetet më të sofistikume me demokracitë pra dhe ekonomitë më të avancume, mirë po për të aftësu dhe pastaj për të marrat me vetje të u kthy tek aty ku përmbushet shpirti me të vërtetë. Dhe ku ka si vendi yt, ë? Absolut. A kishte dikush që nga miqt ose familja jo që ishte kundër, po ndoshta ta shtronte këtë si një lloj dyshimi, a je sigurt që don me u kthy në Kosovë, me qenë se je stabile në Amerikë? Përkundrazi, do të thënë ka qenë një valloj dakordance edhe para se me shku që thjesht është për një vet akademik dhe për të kthyer. Unë e kisha ngajherë ndonjë moment në çështja e vazhdimit të studimeve, po ju herët e kom kuptu që du me nda rrutë edhe pastaj vazhdova studimet në Universitet Amerikan, në Kosovë, e për magistraturë mu dasht prapë që të shkoputem, ku vazhdova në Londër, pra në një prej shkollave të ëndrave të mia, pra London School of Economics, e cila ishte në mesin e top universiteteve më të mira botërore, me një përqindje shumë t'ullt të studentave të cilat i pranojnë, e padyshim edhe neve që vinim nga Ballkani Perëndimor, të cilat themi ndoshta kishëm probabilitet më t'ullët, po ka qenë një prej eksperiencave që thjesht çdo ditë e kam ditë që jam duke jetu ëndrrën. Një ëndër kjo që sigurisht të ka përmbush nga ana profesionale, njerëzore, por mund të them edhe nga ajo shpirtërore. Kanë qenë këto vitet kur ke taku dashurinë e jetës? Jo, të më thonë atë ku veç se kisha një lloj raporti të cilet pra kisha ndërtu me partnerin e tanishëm që kam, mirë po thjesht ishte përmbushje në aspektin, le themi, profesional, ku isha shumë të nevojshme që ta bëja dhe atë hap. Kom mësu shumë prej asaj përvoje, eksperience, kom ndërtu raporte shumë të shëndosha me një numër të, le themi, personave që sot dhe asaj dite mbaj raporte edhe kontakte me ta, edhe aspekte shumë pozitive të cilet pastaj kanë përmbushur në aspektin profesional. Besoj që nuk je pishman për këtë ndrimin e profesionit ose që nuk e vazhdove me atë synimin që e nise të inxhinierisë në fillim, a? Ka bu me kuptu që nuk ka domosdoshmërisht vendime të drejta ose të gabuara, thjesht ka vendime të ndryshme. As njëna prej tëre nuk do të kishte qenë e gabuar, por do të kishte qenë shumë më ndryshe. Kjo po që e sigurt. Kështu që besoj që nga i herë edhe nuk duhet të me fajsu vetën, shpesher për vendimet që i marim. Se cilat janë të drejta në formën e vetë dhe besoj që kanë atë lloj arsyeshmërinë dhe motivet pse ndodhin dhe kur ndodhin. Që se shumë shpesh takoj jetin që kanë edhe elementin e pendesës edhe si kur ta bëja, vendoj që du të me qenë të relaksum karshi vendimeve që i marim, se cilje për i tëne është e drejtë në formën e vetë, por e ndryshon kursin e jetës, pa formën në të cilën rrugton tutje. Okej, kam në fund një pyetësor për jetën e jetës, kështu e kemi titullu. Pyetje 4, të cilat kërkojmë përgjigje pak më të shkurta, për kë e jap jetën jeta? Po, padyshim që lidhjen emocionale më të fortën e kam me nanën, e përmenda edhe më herët, që gjithë sakrifica e saj. Atë kur t'jela jo në intervista televizive, s'kam pyet. Shpesh herë e përjetojnë qëtë shumë me stres, sa që tentoj me i kursy, pra ndodhë që rastësisht shpesh herë, mirë po për sot dedin. Do me thamë për sot dedin. Sepse më pyti, thash jem t'u bogati për një intervist, e pasaj më pyti, thash këto do t'jem, kështu që e informova, po shpesh herë kur jenë debate më tashpra, ose kur jenë më politike, kur jenë paneli që di që ka përbalje, e di që ata e përjetojnë edhe me ma stres se sa unë, kështu që tentoj që me i kursy, shpeshe pasaj më përcil një varg ankesa pse s'm ke njoftu me ko, mirë po e bëj me qëllime që për t'i kursy në aspektin emocional të në duke pas një konsideratash edhe për moshën e tëre, po e kom një lidhje shumë të fort me të dhe ajo ka qenë, do me thonë, absolutisht tejet e përkushtuar në rritjen time,
në trasen time për para, në zhvillimin e le të themi këtyre aftësive të mia, sikurse disiplina, përkushtimi, puna, në një moshë shumë të hershme, të cilat pastaj i ndërtu si standardet mia. E këto standarde pra në komis për para. Andaj edhe në këtë aspekt unë padyshim e shoh shumë të rëndësishëm involvimin e prindit në çështjen e rritjes së fëmijëve, sepse fëmia nuk është i vetëdijshëm për të qenë i vetë disiplinuar, se si të jesë tutje ose nëse është duke bërë vendimin e duhur ose vendimin e gabuar, pra nuk e ka atë nivel të gjykimit. E këtu në shoh rëndësinë e prindit që në këto hapat e parë, pra të jenë sa më prezent dhe sa më përcaktues në rrugtimin që marrin përpara. Kjo më ka ndihmuar më shumë që me i zhvillu çdo cilësi, e pastaj këto cilësi kam apliku kudo që kam qenë, qoftë në shkollë, qoftë në punë, qoftë profesion, qoftë çfarëdo rrugtimi që kam marrë përpara. Mirë po, edhe kudo që ka qenë mundësia në gjitha forcat e saj dhe me zërin që ka pasur, ka qenë insistues që me ofru më të mirën për mua. Sa të doja me apo aftyrën këto momente kur dëgjon këto fjalë me njohje nga ana jote. Kam përshtypjen që ka dhe pak si të melot, po uroj të shumë emocionale është, shumë emocionale. Të krenarisë kur të shet. A beson në jetë për të i vdekjes jeta? Po ka shumë bukuri e befasi kjo botë, le themi, për mos të besu që ka diçka për tej. Andaj unë besoj që ka një arsye, le të themi në të cilën mbi ekzistencën tonë, mbi gjithë prezencën tonë dhe mbi gjithë shka që ekziston. Mendoj që shkenca dhe shumë aspektet e tjera të cilat i studiojnë këto rrethana, shpjegojnë shumë nga pika ne e tutje 2, 3, 4, po shpesh herë nuk din ta shpjegojnë dhe ta sqarojnë pikën 0, pra çka shkaktoi pastaj një vargë reaksione, dhe kjo mbetet ajo enigmatikja ku vjen në pyetje besimi. Besimi shpesh herë është i verbër, po thjesht i vendos ti besosh. Kështu që dhe unë qëndroj në atë linjën që në ato të panjohura më shoqëron besimi. Okej. Jetën e kujt do donte ta jetonte jeta për 24 orë? Pyetje interesante, se pas ke mendu ndonjëherë, po munduhe me gjetë dikën prej grave në politik, të cilat e kam pas një impact, dhe duke qenë që kom bo një pjesë të jetës edhe në Angli, po e zgjedhi Margaret Thatcher, që ka qenë një prej grave të cilat njihet për transformimet e saj më të mëdha ekonomike. Mirë po gjithashtu edhe në luftrat dhe betejat të cilat ndodheshin në atë kohë, pozicioni i saj ja dha dhe cilësimin e të qenurit zonja hekurt, edhe rolin që ka pasur ajo në kohën e luftës së ftoftë. Kështu që këto elemente, mirë po duke qenë dhe gruaja e parë kryeministër në Britaninë e Madhe, besoj që do të ishte interesant. Edhe për momentet e asaj kohës, mirë po dhe për atë si personalitet, për të pa diçka nga to ndodhi. Po si jo, 24 orë biles pak. 24 orë të ndonjë ditë vendimtare diçka. E fundit kjo, cili është kuptimi i jetës për jetën? Unë e shoh të gjithë kësaj që ne vazhdimisht së rrugtim tentojmë të jepëm kuptim vetë. Krejt varet nga te, se si tenton përmes një arritje, përmes një synimi, përmes ndrimit të një statusit tënd, me jep kuptim jetës. Mendoj që nuk mundemi me konceptu lumturinë si lloj destinacioni, mirë po lumturia gjendet në këto momentet e vogla, pra sukseset e kësaj zgjedhjeve, të plëmimi i asaj kohe, përfundimi i shkollës mesme, një nip, një mes, të gjitha këto, pra jepin kuptim jetës, pra është një lloj përmbledhje, një lloj barazimi gjitha këtyre momenteve të bukura, mirë po dhe të vështira të cilat ndodhin në jetë, dhe në ato sekuencat ku ndodh një diçka e bukur para se me kalu te diçka tjetër, aty pra është segmenti i lumturisë. Kështu që unë shpesh herë e shoh në një lloj segmente të caktuara e jo domosdoshmërisht në tërësinë e saj. Kështu tentoj edhe t'i japi kuptim, mirë po tentoj edhe të bëj diçka të madhe, të mirë, edhe për te vetës, për shoqërinë, për komunitetin në tërësi, dhe kjo më jep edhe një lloj përmbushje, mirë po padyshim edhe kuptim pak më gjanë. Përgjigje shumë të bukura më dhe. Faleminderit. A do betoheni? Nesër e kemi regjistrimin, pra është dita ku ne tërkojmë disa prej informacioneve tona dhe bëjmë atë regjistrimin formal, pastaj javën tjetër pra është edhe seanca. Kështu që të fillojmë me punën.
Okej, shohim e bëjmë dhe ju lë kolegëve nga desku informativ që të përcjellin ngjarjet në vjem që pritjen me shumë kurreshtje në fakt prej të gjithëve. Faleminderit shumë, jeta gjithmonë kënaqësi me bashkëbisedu me ty në formatin. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit edhe për pyetjet. Më zgjuan edhe mu, le të themi, disa momente kështu dhe të këndvështrimeve që ndoshta ndonjëherë edhe si kisha menduar, kështu që të falenderoj për këtë. Më vjen mirë, faleminderit që ishe. Me shumë po përcjell jetën, ju lë me marketingun, shihemi pas pak.